Po. Baba ka qenë i përkushtuar të arsimi, edhe të gjithë familjen e ka shkollu. Unë e moj men, si fëmijë i vogël, lëvizjet që jem bë prej shtinë fshat. Në Ud, kam dëgjuar njëra babën, me agjen e madh Johan, edhe me agjen e min, duke thënë se ne, agja e madh ka qenë kategorik në atë kohë, sepse fshati filloi ta linçon familjen, pse vajtën në shkollë. Në atë kohë na e dim si ka qenë. Pastaj miqësia fillon të ndalen. Si fëmijë i vogël isha në atë kohë. Ose thëja 3 vjeç, po mbajsha mend aq, se kam qenë ai në detaj mund të ngulitet. Ai sugari, ai problematikë që mbajshin afër vitit gjithmonë. Edhe i kam ditë gjitha fjalë pak a shumë çka kanë diskutuar. E di sakt agja e min me shokët e vet. Që një pjesë të tjere janë gjallë, një pjesë e tyre janë në botën tjetër, lavdi u qoftë, kanë bën shumë për arsimin, e di që kanë marrë vajza prej fshatit në mënyrë ilegale përmes bijave tona dhe kanë punë shkollim dhe ka financu baba. Baba për më shkollu. Për një arsye vetme, sepse fshati më bind që e paska për shembull edhe Ridvani vajzën në shkollë. Dhe më fillu më bashku. Në atë kohë. Arsimimi ka qenë interes kombëtar, padyshim. Absolut. Sepse ka mi po frika nga sistemi. I kohës, po. I kohës, sulmet e mëdha, rrajet, maltretimet, gjyshim kishte dhënë jetë për këtyre maltretimeve. Babën tim e suspenduar për shkollës. Agjen e burgosen. Agja ka qenë pjesëmarrës organizatori edhe i protesteve. No, thjesht je rrit ke bashkëtu me një familje ku ka pas interes emancipimin, arsimimin, rrjedhimisht edhe kultivimin asaj ideje për mbrojtjen e interesave kombëtare. Dhe kështu fut edhe kjo lloj shtrati edukimit ju çoi edhe në UÇK. Sakt.